Për 11 ditësh në Roskovec, makinerit kanë hyrë në teren dhe punimet për ndërtimin e termocentralit me gaz kanë nisur. Por ndërsa fadromat punojnë, jashtë kantierit vazhdon një tjetër betejë, ajo ligjore dhe mjedisore. Organizatat ambientaliste thonë se projekti po ecën përpara dhe pse leja mjedisore sipas tyre ka skaduar dhe çështja është dërguar në gjykatë, madje edhe pranë komunitetit të energjisë. Si shikoni sot, vim këtu, përballemi me këto pamje që shikoni, ka prej 10 ditësh që ka filluar ndërtimi. Neve sot, kërkesa jonë ishte të takoheshim me një përfaqësues të Gen2-shit dhe të na njihte me dokumentacionin, kryesisht me lejet. Pasi dyshojmë tek leja. Arsyeja që dyshojmë është se leja mjedisore edhe nga KM-ja ka skaduar. Leja në Këshillin e Baseneve ku unë bëj pjesë, ata nuk kanë aplikuar fare për atë leje që janë para kushte për lejen zhvillimore. Ndaj po them që përballemi me shumë të banjohura. Kam një thirrje për organet ligjzbatuese, Policinë e Shtetit, IKMT-n, Inspektorati i Shkatërimit Kombëtar, më thjesht, të vinë të bëjnë verifikimet e duhura këtu. Sepse për një shkelje, për një çati, për një gardh, IKMT dhe Policia e Shtetit e marrin qytetarin se si shelek e hedhin në fugon policisë dhe e ndalojnë. Ndaj po them që kjo është shumë shqetësuese. Është pak e vështirë. Pse? Sepse shikoj një mosreagim edhe politika këtu është shumë në heshtje. Ai pasa miq të dy krahët e politikës shqiptare. Edhe kjo na penalizon neve dhe të komunitetit që e vuan direkt. Teci planifikuar parashikon një kapacitet për 170 megavatësh dhe do të furnizohet me gaz natyror nga gaz sjell si tap. Impianti privat do të operojë për 49 vite dhe sipas projektit pritet të hyjë në funksion brenda 3 viteve të ardhshëm. Në këmbim kompania Fier Termoelektrik do t'i jap shtetit vetëm 2% të prodhimit vjetor të energjisë ose vlerën e tij në para, por pikërisht u nisin dhe pikpyetjet më të mëdha. Struktura aksionerëve tregon se 70% e projektit është në pronësi të një kompanie greke dhe 30% të një kompani shqiptare. Furnizimi me gaz pritet të bëhet përmes një marrëveshje me korporatën publike të gazit të Greqisë, me dorëzim në pikën e ndërlidhjes së tapit në Roskovec. Por tani që punimet kanë nisur, banorët flasin për frikë dhe presion që e bëjnë gjithnjë më të vështirë organizimin e një proteste të gjashtë. Atëherë unë kam thënë në rrjetet sociale, në rrjetet e mia sociale konkretisht në Facebook dhe në WhatsApp që janë bërë 5 protesta të mirë organizuara, me banderola pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të zonës. Bëra një thirrje përsëri për protestën e 6 radhës, sepse atëherë i bëm vërtet protestat, i bëm njëra pas tjetrës, por s'kishte filluar ende punimet. Tani është dita e 11 sot, këtu vazhdojnë punimet, ju shikoni cili është realiteti. Me 10 herë kemi bërë thirrje që të stopohej ky test, mos bëhej këtu në zonën tonë bujqësore blegtorale, është zona më e zhvilluar e gjithë territorit të Shqipërisë. Shquhet shumë prodhime bujqësore, sigurisht ato blegtorale. Ne mbajmë gjysmën e Evropës me prodhimet tona, kryesisht atyre të serave, dhe është shumë keq. Do shkaktohet një katastrofë e madhe sepse ne dimë që ai gazi që do të shqirohet në atmosferë do të kontaminojë të gjitha bimët. Si rrjedhoje kësaj, unë i bëj thirrje edhe një herë fermerëve, por e di që ata nuk e kanë të mundur për të ardhur këtu sepse janë të frikësuar në maksimum, duke parë protestat që bëjnë banorët e Rrjodit në velipojë të Shkodrës, ata e shikojnë që po i vrasin, po i dhunojnë, po i masakrojnë, po i çojnë nëpër burgje, po i dëgjojnë brenda për 10-15 ditë e nxjerrin përsëri dhe thonë që ne s'kemi rezultat, mund të ngrihemi, por nga ana tjetër bën propagandë të gjithë administrata e bashkisë së Roskovec që ky do jetë në dobi, do jetë i mirë, mos keni merak, do punsojmë, ndërkohë ne nga ana tjetër s'kemi nevojë punsime sepse ne jemi të vetë punësuar, asnjë sa shkon mendje ne po marrim punëtor, po harxojmë naftë, po i marrim në Kuman, Vjedhisht, në Urvajgorore dhe Mëgjet, sepse duam punëtor, se thash që kemi 10 hektar janë 10 hektar sera këtu në zonën tonë. Dhe kështu që ata thonë kemi frikë, pjesa tjetër thotë nuk kemi frikë, por ja çfarë thotë? Çfarë propagandë bën bashkia, administrata e bashkisë. Sikurse para 2 ditë ishte bërë në media, ishte hapur diku atje thotë që një banor i zonës tonë, që ai ka një interes personal dhe familjar, thotë që dëgjoj le të bëhet termocentrali. Ai është shumë i vjetër në moshë, nuk e di sa informacion ka ai, por nga ana tjetër mbron interesat e veta personale. Se ka djalin që punon në bashkitë me një rrogë të Millfield. Është administrator njësisë. Konkretisht jam më fal të them të vërtetën. Djali im ka pyetur kryetarin e njësisë administrative sepse ai normalisht është i pari i njësisë administrative Strum dhe i ka thënë: "Më fal, çfarë mendimi keni ju për termocentralin që më ndërtohet? Çfarë të bëjmë ne?" Ka thënë, "Ne s'na pyet askush. Ne vajte ngrihemi 5-6 veta, 5-6 burra, shkojmë i takojmë dhe i themi, na premtoni ju vende pune?" Dhe djali tha, "Kjo është përgjigja?
Ti e di mirë, ti tani je veterinjer në zanat, plus je edhe administratori njësisë administrative. Çfarë do thotë kjo përgjigje ti na jep ne? Po s'kam çfarë të bëj unë, s'ta pyet dikush, ne e bën qeveria etj me radhë. Atëre, çfarë do bëhet më shumë se kaq? I thua pas sekretarit fshatit, thotë po çfarë do bëj unë? Se është në dorën time. Ejre të bashkojmë të mblidhemi, po çfarë të bëj unë? Kjo është përgjigja. Atëre nga njëra anë firma. Çfarë do bëjmë? Tani ne kemi dëshirë të organizojmë protesta, varet sa të pjesëmarrje, po të thash vetëm e ke parasysh. Të gjithë janë të ndinjuar, por pastaj ka nga ana tjetër mos e hallojmë politikën, se do pastaj ja tregojmë ne këtij sistemi sa të vijë voftimet e 2027-s, do shohim. Nuk i kemi kontaktuar për të ardhur në fjalë deputetët që të vinë në pjesëmarrje. Thjesht kemi ndjekur procedurat edhe me komunitetin, në radhë parë me ato proteste që janë bërë, ashtu siç janë bërë edhe të pëlqyeshme fjalë edhe për të publikuar në mënyrë publike dhe ja arriti qëllimit. Njëkohësisht me fjalë vetë komuniteti ra dakord që të firmoste një peticion prej 880 firmash me numër telefoni, me emër mbi emër të firmosur njëkohësisht dhe 200 akte notariale, të cilët janë të arshivuara në gjykata administrative në Tiranë, dhe shoqata e ambientaliste me fjalë me Lavdosh Feruni Qani Redhin, kanë denoncimet e tyre që kanë procedura gjyqësore, që janë në gjykat, dhe me sa dim që në datën 24 është seanca e vazhdimësisë. Duke parë këto që gjithë komunitetet shprehur me firmë, me zë, me figurë, me të gjitha akte notariale, prandaj edhe komuniteti e quan çik të tepërt në një kohë që e gjithë procedura e termocentralit që e pezulluar, sepse pati një proces kohor, 26 muaj që ajo i skadoi në datën 13. Duke mësuar nga mediat, nga pjesa që është me qeverinë. Në datën 31 ka firmosur zvensk kryeministri. Po ta marrim me fjalë sikuritetin apo përgjegjësinë apo çfarë duhet që t'i themi me fjalë qeverisë, në një kohë që çfarë probleme ka ajo me fjalë edhe është firmosur për së dytin 31 tetor, me fjalë për të mbrojtur. Kështu që këto pjesë në kuptimin e përgjithshëm, jo unë, po kush do e kupton që diçka nuk funksionon. Unë nuk mendoj se edhe kryetari e bashkisë me fjalë, edhe kryeministri nuk do që ta bëjnë, sepse unë kam ja jepim dakord, u shpjegoj. Sepse dhe vetë kryetari e bashkisë tani ngrihuni me fjalë, diçka presion kujt nuk e di mu të flasme. Dhe kryeministri tani para disa ditësh është preu e ka firmosur Bela dhe takoni komunitetin me fjalë me ekspert fushës, sepse ne nuk kemi ankesa. Faktikisht, kjo është hipokrizi me fjalë në kuptimin e përgjithshëm të fjalëve. Por jo se ata kanë interese të tyre të rëndësishme, majtas, djathtas, nuk kemi nga ata që themi që ne janë partia e atita dhe aktita. E vërteta është që në çdo vend të botës ka një studim ekonomik. Studimi ekonomik është që çfarë prodhohet në këtë tokë, sa njerëz punësohen dhe sa janë të punësuar. Studimi ekonomik, studimi mjedisor, studimi shëndetësor, unë nuk di me fjalë se si të shpjegojmë dhe ju ma doni mendje se jeni një mendje me mua. Mos i bjera aq gjatë. Çfarë do bëni se po ndërtojë teksti? Ne tash nuk kemi që të luftojmë me këta. Ne do ngrim protestën tonë siç na takon, duke qenë se dhe ne kemi shprehur mendimin tonë në procese gjyqësore. Këto janë ata protestat. Por ndërsa institucionet flasin për energji dhe zhvillim, ambientalistët paralajmërojnë për ndotje shkele ligjore dhe një projekt që mund të rëndojë për dekada mbi mjedisin dhe komunitetin. Në Roskovec makineritë vazhdojnë punën ndërsa betejë për tecin sapo ka hyrë në fazën më të nxehtë.